Pa dinte që mas shumëti në xhehenem ngrihen zhag me ftyrë për toke, me zinxhir për xhehenem, njerëzit për shkak të fjalëve se nuk ju kushtojnë rëndësi. Muadhi radhiyallahu anhu njëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon që të meselën e fjalëve që melaçet i shkruajnë, Muadhi i tha: ja Rasulullah, a do të jemi të llogaritur edhe për fjalë që i folim, se Muadhi kish menuar që veç për punë, për fjalët jo, se fjalët i merr era. A ke pas sa njëri nuk ja vë menën fjalëve, i lëshon fjalët çashtu. E Muadhi ka menuar që hajtë s'ka gale. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha: thaqilatka ummuka ya Muadh, të past nëna o Muadh. Pa dinte që mas shumëti në xhehenem ngrihen zhag me ftyrë për toke, me zinxhir për xhehenem, njerëzit për shkak të fjalëve se nuk ju kushtojnë rëndësi. Qysh mu ngre zhag? Kanë transmetuar ulemaja, kanë komentuar, kanë thonë bëhet rumullak njëri, po me ftyrë për toke, edhe ngrihet zhag. Do kanë thonë i shtrirë me ftyrë për toke, ngrihet zhag për në xhehenem. Allah i na ruaj.